doktori ka vendosur që të datë 23 maj të zgjidhet, edhe pranvera ngrohtë shumë, moti ngrohtë të gjitha, dhe zgjidhet prapë ka marrë vendim që do bëhen të gjitha këto formalitetet. Ndoshta atë ditë baton është ndërtuar që të bëhet në 23 maj dhe doktori do të jetë përsëri kryetari i Partisë Demokratike. Tani sot u tha kjo, e ndoqët, Anton? Ç'mendim ke ti tani? Doktori do të jetë aty, kryetar, vazhdoi. Po tani s'ka kusht tjetër tjetër se. Ne do shikojmë si do vajtë procesi. Nëse Berisha me sa kuptua Saliani ka dyshime që kjo proces mund ndodhë të rrezikohet doktori? Jo, skualifikimi i Salianit për shembull është një lajm i keq. Do të tregon edhe një herë që do vej nga fitore në fitore me doktorin çështja. Por nuk e di sa do i shërbej Partisë Demokratike kjo për të ardhur në pushtet. E sigurt është që i shërben që të jetë në opozitë të sigurt, forcë e parë në opozitë. Se ata opozitarët që mbështesin Berishën do vazhdojnë ta mbështesin. Do shohim një procesi mos ta paragjykojmë, mendoj unë, por shenjat e para janë shenja që do jetë vetëm Berisha kandidat dhe sigurisht do fitojë dhe PD-ja pastaj do jetë ajo që është, nuk do ketë asnjë ndryshim. Çfarë ndryshim presim ne nga PD-ja? Ti mendon që kandidat tjetër nuk do emërohet njëri aty? Jo, thotë. Edhe po emërua kandidati do ndihet, nëse s'ty s'do një kandidat genuin. Ne kemi 35 vjet që partitë e mëdha. Nëse do lejohet kandidat. Nëse do lejohet Saliani për shembull si kandidat. Ja Bardhi për shembull mund të emërohet Bardhi kandidat. Janë nxorën. Deri 23 maj do bëjë një fushat me Salianit, Berishës ose një kandidat tjetër të cilët janë kandidatë që vërtet mendojnë ndryshe dhe janë kundër këtyre politikave, mund të kishim një garë dhe mund të kishte një ringjallje të PD-s në kuptimin e mendimit. Se çfarë duhet bëjnë në opozitë, të reflektimit dhe të aksionit politik. Por nëse aty do jenë kandidat të emëruar, për sa për të thënë që gara ishte pluraliste, mendoj që është kot. Deri tani lajmi është i keq që përjashtimi i Salianit, mendoj. Do shikojmë, mos ta paragjykojmë me zgjedhjet që do ndodhin në parti. Mendoj PD-ja nuk bashkohet shumë me këtë proces dhe gjithashtu nuk reformohet, nuk del dot në një PD e re nga ky proces. Po ndoshta nuk do të mund dalin ca figura të reja, nuk do vetë të reformohet Anton. Duan vetë. Po pra duan të rinë në opozit, nëse do të reformimin edhe të pranon. Baton ti si mendon tani këtë punë? I ke vënë re Baton që dalin vetëm 2 veta. Doktori doli sot herët, shkoi te Spaku, ikën herët në mëngjes, doli aty, foli, gjatë të dera, mbaroi folin aty, folin 12 prapë. Mbodhi kryesin, pastaj mbodhi grupin. Folin kryesin, tani nuk e di ma ka dalë, se mund të dalë tani. Mbodhi grupin. Tani kemi dalë ne, këtu, nuk e dim. 3 herë doli te ti. Ka dalë 3 herë sot. Dhe edhe ky tjetri, ky del dhe në podcast. Rama, do podcastin aty, një parsyze të kuqe, e të gjitha dhe nuk del njëri fare as gjikundi. Edhe Fatmiri që kalon në njërë, që në vend të vetë në gjukat, së paraqitet në gjyq, po kalon të shkallët, e vete vjen, ikën Amerikë, bën fotografit, i sjell këtu, fotografit me kongresmen, me të gjithë, senatorët të gjithë, i shkarkon fotografit këtu, ikën, ngarkon pra fotografi i sjell. Ja dhe lëvizin, kjo është mënyra. Dhe këta dy që dalin ditë natë, dhe populli që ka filluar të zapojë dhe të mbyllë. E mbyllë dhe e qonë të një premium, shikon një premium, ndërtesa në përbot. Për mu, e kam një gjë që më habit shumë, ambasada amerikane din me marrë viza, me prish viza, për gjëra edhe të parëndësishme, dhe për mu është e pamoralshme që ajo ta bëj këtë gjë pa u kry ky proces gjyqësor. Po është çështje tyne, asgjë sa ata i kanë politika tyne, e imja është me thonë publikisht. Ajo që du të thëmë një gjë te doktori. Nuk po dija me bo një monolog ligjerim se sa e keqe është kjo, apo me bo një analizë e cila nuk që pesh fare. Për aty se rezultati në fund dihet. Po e bëra monolog, do thoja, mund të thoja shumë gjëra, po mundohem me një fjali.
Në kalisje do të kalojmë me një pjesë tjetër. E kam shkruar një shkrim Kemi luftën në përkëmbë, që doktori është themeluesi i Partisë Demokratike, por gjithashtu është edhe varrosësi i Partisë Demokratike. Po të vetë, nuk e bën dhe Paka shumë, kjo është ideja e shkrimit. Dhe, e bere ti këtë shkrim. pa, e kam bo para 2 vitesh. Para 2 vitesh, po ribotohet se shtoj një fjalë lartë, Jo, kanë kaluar 2 vjetë, thoj, unë e kam bërë prapë. Se ku është problemi? Problemi është, nuk është pse doktori është në kryet Partisë Demokratike, po është deluziv. Një 80 vjeçar donë të marrë me vete kryetarin e Partisë Socialiste. Nuk ka ai idenë e fitores. Nuk donë që Partia Demokratike të vjen pushtet. Nuk donë që Partia Demokratike të reformohet. Nuk donë që Partia Demokratike t'i lehet një gjenerate me një fitore. Dhe më thonë, të gjitha këto, doktori nuk i bën. Gabimin më të madh që doktori e ka bë në vitin 2013, që mrenda një momenti kur ka dhënë dorëheqje, që ishte dorëheqje politike për të respektuar, e bën gabimin me njëherë, e vendos trashëgimtarin me një betejë formale. Kjo është, dhe betejë formale e atëhershme është përsëritur dhe është bë gati sikur kulturën Partinë Demokratike. Hajde të mbajmë zgjedhje. Ndërtojnë rregullore, se respektojnë. Sikur herën e kaluar. A i bën primaret. Asnjëri që fitojnë në primare nuk erdhën. Pse i bën ato zgjedhje? Pse na ndërton një rrëfim që s'ekziston? Jo, ndërtojnë foltore me parimin e votës dhe shkatrove direkt me primare. Dhe shkatrove, dhe kjo është... Parimin e votës. Dhe çfarë ti them tash? A e don me çdo kusht tjetër kryetar dhe ta përfundoj Partinë Demokratike bashkë me s'po muj me nxjerr atë fjalë, se s'ka kuptim. Po e the, Bashkë me varrimin e saj, mu vjen keq për Partinë Demokratike që të përfundoj në mënyrën e tillë, pra se meriton Partia Demokratike me përfundim. Vetën mund bëj që Se meriton. Avokat që mendon ti për këtë gjë tani. Për këtë... Këto gjë. Se ti duke qenë jashtë kësaj pune, mos, se ti je avokat, në ikën punë tjera gjithë dhe kthehesh në shtëpi dhe hap këto. Shikon doktorin e dramën që flet ditë natë. Për këtë që mendon tani që do të sillet doktori prap. Edhe do jetë gjithmonë. Gjithmonë ai është. Si kena një frazë. Ç'ke menduar ti ja? Ç'a mendoj unë? Unë mendoj që i japim shumë rëndësi neve i partia private. Është parti private. Jo. Ai ka të vetën. Ja, ka drejt. Tama do ta marrin me vete. Ndërmarrja nuk gjykojnë ndërmarrjet ka që e ka drejt apo? Të gjithë e dinë se që do zgjidhet, të gjithë e dinë se cili është rezultati pasaj se partia më brapa prap. Avokat. Që do të thotë që fjalën private, mos e përdor. Është private sepse nuk është një gjë publike ka rregulla si menaxhohet. Kur i vendos vetë rregullat e bën private. Private. Domethënë. Tani, rregulli është privat aty.